Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë. 5 ushqimet që duhet të hani çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll tensionin. Ulja e temperaturave gjatë stinës së dimrit mund të shkaktojë rritje të ndjeshme të tensionit të gjakut. Njëjta gjë ndodh edhe gjatë sezonit të verës, prandaj duhet të tregojeni më të kujdesshëm me sasinë e kripës dhe ushqimet të tjera të cilat ndikojnë negativisht në luhatjet e tensionit. Trupi kufizon qarkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brendshme dhe kësaj do të rritet edhe gjithashtu tensioni i lartë. Por cilat janë këshillat e duhura të cilat duhet t'i keni parasysh për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë? Ekspertët kanë përpiluar disa këshilla praktike si ta mbani nën kontroll dhe të ulni tensionin e gjakut dhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Si fillim, shmangni alkoolin dhe kafeinën, të cilat do të shtresojnë edhe problemet të trupit. Kujdesuni të hani shëndetshëm dhe kufizoni konsumin e tepërt të kripës. Ushqimet ideale për tensionin e lartë të gjakut sipas ekspertëve të Health Line janë këto: boronica dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica do të ulë gjithashtu edhe tensionin e lartë, pasi mund të përmirësojnë ndjeshëm luhatjet e shëndetit. Boronica, luleshtrydhe dhe mjetrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe fiber. Të treja ulin tensionin e lartë të gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit, të cilët janë element pozitiv për mbajtjen nën kontroll të problemeve të hipertensionit. Drithrat e plota. Një pjatë me drithra të plota dhe fibra siç janë tërshëra, bullguri, thekra, krundet e grurit ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studimet thonë se nitrati të panxharit ka të njëjtin efekt në tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokollatat e zeza. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë me përmbajtje 60 deri në 80% kakao në ditë, mundet të ulni tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zgjeron enët e gjakut dhe kështu do të ndihmojë trupin tuaj edhe kundër luhatjeve të tij. Në rast se vuani nga problemet tuaja të hipertensionit dhe problemet e qarkullimit të duhur, atëherë në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as barishtet. Një nga barishtet më të mira për personat që vuajnë nga problemet e hipertensionit është edhe spinaqi. Spinaqi është një barishte e shëndetshme për të përfshirë në dietën tuaj. Ai është i pasur me minerale dhe vitamina të ndryshme, të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe kundër luhatjeve të hipertensionit. Përfshirja e gatuar e spinaqit në dietën tuaj, qoftë në mënyrë me avull, do të jetë një mundësi shumë e mirë edhe për të ndikuar pozitivisht në mbajtjen larg të shqetësimeve të hipertensionit dhe gjithashtu do t'i vijë në ndihmë organizmit tuaj në betejën kundër këtij problemi. Prandaj, në dietën tuaj mund të përfshini edhe këtë perime. Peshku është një zgjidhje shumë e mirë për ju. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot me vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një burim i pasur me kalium, me fiber, me magnez, me vitaminën C dhe kalcium që sipas studimeve ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është një antioksidant dhe promovon tensionin normal të gjakut. Lule radhiqja. Lule radhiqja nxit eliminimin e kripës nga organizmi nëpërmjet urinës. Lule radhiqja është e pasur gjithashtu me magnez që zgjeron enët e gjakut, përmirëson qarkullimin e tij dhe largon trysnin nga zemra. Prandaj kujdesuni që gjithmonë në dietën tuaj të përfshini produkte sa më natyrale.
të cilat do ju ndihmojnë të shmangni problemet e tensionit të gjakut dhe gjithashtu të hiqni nga dieta juaj ato ushqime të cilat ndikojnë në përkeqësimin e tij. Tensioni i lartë i gjakut mund të mbahet nën kontroll përmes produkteve sa më natyrale, prandaj edhe ushqyerja juaj duhet të bazohet në këto veti. Studimet kanë treguar se është e rëndësishme që të zgjidhni ushqime të cilat ju mbajnë nën kontroll problemet. Prandaj sipas ekspertëve të Healthline do të rendisim disa prej të cilave janë në një zgjidhje më e mirë për ju. Fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha siguron 13% të kalciumit, 30% të magnezit dhe 24% të kaliumit që nevojiten çdo ditë. Mish i gjelit të detit. 3 racione me mish gjeli sigurojnë 6% të magnezit dhe 15% të kaliumit që nevojiten çdo ditë për të mbajtur gjithashtu nën kontroll problemet tuaja të hipertensionit. Për të kujdesur për hipertensionin duhet të ktheheni te dieta mesdhetare. Dieta mesdhetare është e njohur për shumë arsye, e pasur me ushqime të shëndetshme, të cilat e mbushin pjatën tuaj me shije, zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru dhe mund të vendosni drithra, fruta dhe perime të tjera. Në dietën tuaj duhet të mbizotërojnë drithrat. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë një zgjidhje e mirë për ju. Krundet, tërshëra, orizikaf dhe buka me grur integral ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajnë nivelin e presionit të gjakut në nivele të shëndetshme. Frutat. Frutat janë të pasur me antioksidant dhe fibër, të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular. Portokalli, dardha, mollët dhe boronicat janë disa nga frutat që u vinë në ndihmë për të mbajtur të ekuilibruar inflamacionin dhe presionin tuaj. Perimet. Perimet janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra që mbështesin shëndetin kardiovaskular. Karota, brokoli, lakrat ndihmojnë për një zemër të shëndetshme dhe ulin presionin e gjakut. Proteinat. Përfshini ushqimet e pasur me proteinë në dietën tuaj, të tilla si mishi pa djam, peshku, fasule, thjerrzat dhe arrat. Këto ushqime mund të zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru dhe të ndihmojnë enët tuaja të gjakut të qëndrojnë të forta dhe madje edhe më të shëndetshme. Studimet tregojnë se përfshirja e dietës së rregullt ushqimore në kombinim me aktivitetet e rregullta fizike do të jenë një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të mbajtur larg edhe problemet e hipertensionit. Ushqimet janë efikase për të mbajtur nën kontroll këtë shqetësim. Në dietën tuaj shtoni boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë do të ulë gjithashtu edhe rrezikun për të pësuar problemet e hipertensionit, duke përmirësuar ndjeshëm gjendjen tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu mund të përfshini drithra të plota me fibër. Një pjatë me drithra të plota me fibër, siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit, ulin rrezikun e tensionit. Studiuesit e Universitetit të Harvardit zbulojnë se 73% e pjesëmarrësve në studim arritën të përgjysmonin sasinë e medikamenteve kundër tensionit të lartë të gjakut vetëm fal konsumit të drithrave të plota për 12 javë. Tërshëra, për shembull, është e pasur me fibër dhe magnez, që luajnë një rol pozitiv kundër tensionit të lartë të gjakut dhe parandalimin e formimit të arteriosklerozës. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Mos hezitoni të shtoni edhe frutat e pyllit. Patatet. Patatet e pjekura janë të pasur me kalium dhe magnez që ulin gjithashtu tensionin e gjakut. Por ju mund të përfitoni nga këto minerale duke konsumuar banane dhe soj. Nëse organizmi juaj vuan nga mungesa e kaliumit, antioksidanti rrit sasinë e kripës në trup dhe kjo çon në rritje të tensionit të gjakut. Nëse organizmi ka kalium të mjaftueshëm, do të ulë natyrshëm sasinë e kripës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.